S'pas ka fund. Të dashura nëna e të dashur baballar. Shumë e dashura rini e Vlenit. I nderuari kryetar i Kuvendit Republikës Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Ju drejtues të Vlenit, ministra, deputet, funksionar e aktivist. Të nderuar kandidat për kryetar komunash e për këshilltar komunal. Motra e vëllezër, qytetar të dashur. I nderuari Zot Shpije i Tetovës, kryetar i deri tanishëm dhe i ardhshëm i komunës së Tetovës, Zoti Bilal Kasami. Jam sonte prap në sheshin e Tetovës pas shumë viteve, kësaj radhe duke folur për numrin 7, sepse 7-shja para ca ditësh ja fiku dritat Sërbis e një 7-shje tjetër të dielën ja fik dritat edhe AKI-s edhe BDI-s. Sonte nuk dua të flas se kush është Vleni, as çfarë ka bërë Vleni, as sa punësime i kemi bërë, as sa ligje i kemi miratuar, e as sa projekte i kemi realizuar. Nuk po flas as për fonde që i kemi ndarë për Universitetin në Shkup, as për fonde që i kemi ndarë për zhvillimin e Tetovës e të komunave të tjera, e as për fonde që të ndahen vitet e ardhshme për zhvillimin e komunave. Nuk po flasim as për rritjen e rrogave të arsimtarve, as për rritjen e pensioneve, e as për ndalimin e tensioneve. Jam sonte këtu, vetëm që t'ju të falenderoj për atë që është bërë gjatë kësaj fushate. E kur jam këtu, më duhet t'ju falenderoj nga zemra e merzemër gjithë këtë popull për mbështetjen e përzemërt që e ka dhënë në këtë fushatë. Dua t'i falenderoj të gjithë aktivistët për angazhimin, forumin e gruas e forumin e të rinjve. Dua t'i falenderoj të gjitha shtabet lokale, shtabin qendror të Vlenit. Ju të gjithë jeni herojt e fitore së këtyre zgjedhjeve lokale. E me që edhe në fillim e kisha filluar me citatet Nolit, më lejoni që në frym të poezive të tij edhe sonte ta përmbyll fjalimin tim. Sigur ai ta kishte pasur fjalën e fundit, do kishte thënë: "Dhe një zë vëngon nga lumi, më buçet, më zgjon nga gjumi. Në çdo cep e në çdo rrugë, nga likova gjerë në strug." E krejt në fund, po e përsëris atë që e thash: "Këndej sa bukur, andej sa zi, o Ali." Faleminderit e miru pafshin fitore.